Në Maqedoni, Lidhja Social-Demokrate pret të marrë mandatin për formimin e qeverisë, pasi i mandatuar i parë, Nikola Gruevski, i VMRO DPMNE-s, nuk arriti ta bëjë një gjë të tillë. Por presidenti i vendit tani kërkon nga partia ose koalicioni që të sigurojnë 61 nënshkrime të ligjvënësve që janë shumica e thjeshtë e parlamentit. Tani gjithçka varet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, pa votat e të cilit nuk bëhet dot kabineti qeveritar. Ndërkaq partitë e tjera shqiptare bien dakord të japin nënshkrimet në mënyrë që Lidhja Social-Demokrate të marrë mandatin për formimin e qeverisë, por që bisedimet të vazhdojnë ndërkohë. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, e cila pret të marrë mandatin për formimin e qeverisë pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, shpreson se do të arrijë të sigurojë votat e nevojshme për t'i arritur qëllimit, por partia nuk jep hollësi në lidhje me përpjekjet që po bën për këtë. As Bashkimi Demokratik për Integrim, pa të cilin nuk formohet dot qeveria e Maqedonisë, nuk tregon nëse po komunikon me Lidhjen Social-Demokrate, ndërkohë që thotë se pa një marrëveshje për formimin e qeverisë nuk do të deponojnë nënshkrimet e deputetëve të saj që Lidhja Social-Demokrate të marrë mandatin nga presidenti i vendit. Petre Shilegov, zëdhënës dhe deputeti i Lidhjes Social-Demokrate, thotë se partia kërkon durim brenda këtyre ditëve duke lutur opinionin publik ta ketë parasysh ndjeshmërinë e gjendjes. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е целосно посветен на изнаоѓање на брзо и ефикасно. LSDM është e përkushtuar për gjetjen e një zgjidhje të shpejtë dhe të efektshme për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, thotë zëdhënësi. Ai thekson se në zgjedhjet e dhjetorit qytetarët zgjodhen njerëzit të cilët do t'i sjellin ndryshimet dhe reformat e kërkuara dhe se një qeveri e tillë do të bëhet. Komuniteti ndërkombëtar nuk dëshiron që në mënyrë publike të thellohet në problemin e formimit të kabinetit qeveritar në Shkup, ndërsa ambasadori evropian Samuel Zhbogar, i cili ishte për vizitë në zyrën e presidentit Gjorgje Ivanov, një ditë pasi i mandatuari Nikola Gruevski, nuk arriti ta formojë kabinetin, thotë se kjo është gjendje normale në një demokraci. We are of course observing everything. We see. Ne, thot ambasadori, po vëzhgojmë gjithçka dhe dim se të gjitha palët zotohen për agjendën evropiane dhe besojmë se nuk do të jetë vështirë të arrihen 61, madje edhe më shumë nënshkrime për koalicionin e reformave. Even more. Ky është një koalicion që i nevojitet vendit, thot përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Shkup. In the country. Ndërkaq presidenti Maqedonas Ivanov, sipas ekspertëve ligjor, ka të i kaluar kompetencat duke i kërkuar pretendentit të ardhshëm për formimin e qeverisë që përveç se të sigurojë 61 nënshkrime deputetësh, të paraqesë edhe një elaborat apo program qeveritar me të cilin do të zotohej për disa aspekte si në fushën e sigurisë dhe atë të ekonomisë. Ekspertët thonë se programi paraqitet në parlament para votimit të mandatuarit, por jo dhe presidentit të vendit. Një pjesë e analistëve dhe ekspertëve ligjor mendojnë se kushtetuta e Maqedonisë ka mjaft boshllëqe dhe se asaj duhet bërë ndryshime. Por ndryshimi i kushtetutës në Maqedoni nga një pjesë e partive politike dhe analistëve të tjerë të afërt me pushtetin shikohet si fillim i rrënimit të rendit kushtetues dhe i të ardhmes së vendit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.